إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. E atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetëm dhe pashok është ai që e meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij kryebashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja fajfisnore, se me të vërtet Allahu është mbi mbikëqyrës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Jo mundësoni ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe, çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është në humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah. Robët e Allahut, qëndrojmë sot në një temë për kujtimi e cila tek masa e gjerë
është minel muhaqqirat. Minel muhaqqarat është nga mëkatet ose gjërat pa vlerë, ose mëkatet e vogla. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, si transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, thosë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: laqad ayisa ash-shaytanu an yu'bada fi jazirati al-arab, ose në një transmetim an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin bit-tahrish bainahum. Dërsa transmetimi i Abu Dardas, po për këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam: laqad ayisa ash-shaytanu an yu'bada fi jazirati al-arab walakinahu radiya bil muhaqqarati. Kuptimi i këtyre dy haditheve është shumë i rëndësishëm. Tregon për smundjen e ardhshme se ku përqendrohet më shumti, rreziku i saj. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith dhe thotë: ka humbur shpresat shejtani të adhurohet nga namazfalësit, pra besimtarët. An ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab, në gatishëllin arabik, ato ishin muslimanët në atë kohë, që do të thotë i ka humbur shpresat të adhurojnë muslimanët, dhe në veçanti në atë vend, në vendin ku nisi thirrja daveti në tauhidin e Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bit-tahrishi, porse me përçarje. Nuk ka targetin e tij shejtani në të ardhmen të bëj filanin dhe fistekun nga besimtarët ta adhurojnë atë. Por është i kënaqur, siç ka ardhur në transmetimin tjetër të Abu Dardas radhiyallahu ta'ala anhu, walakin radiya bil muhaqqarati, është i kënaqur, është i pajtuar, e gjun vetën se ka arritur targetin e duhur me ato çka njerëzit i zhvlerësojnë, i shikojnë gjëra haqira, pa vlerë, jo se janë të tilla. Kjo cilësi kthehet tek ajo çka njerëzit shohin, jo çka është realiteti i saj tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Madje njerëzve në çdo aspekt të jetës u vjen dëmi nga mungesa e vigjilencës, dhe sportistët kur hynë në ring thot mos e zhvlerëso kundërshtarin, sepse zhvlerësimi apo mos vlerësimi i duhur i gjërave, jo thjesht mos vlerësimi. Mos vlerësimi është degenerim i madh, por pjesë e degenerimit është dhe mos vlerësimi i duhur i gjërave të sjell pasoja në çdo aspekt të jetës. Nga këtu goditesh, sepse gjërat përsëriten. Përsëritja e tyre lën gjurmë, një gjë e vogël. Nëse humbet një sasi të vogël parash në një transakcion, e përsërit atë 100 herë në muaj dhe 1200 herë në vit, dhe për 10 vjet do shikosh se cili është dëmi i shkaktuar. Në çdo aspekt të jetës, zhvlerësimi i gjërave dhe mos vlerësimi i tyre në formën e duhur është dera prej së cilës do të vijë vdekja. Vdekja e vlerave, e ndërgjegjes, e ambicieve, pse jo, dhe e shpirtit.
Këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon për diçka shumë të rëndësishme. Shejtani nuk e ka më target të bëjë ty të adhurosh Latin dhe Uzza wa manat al-thalithah al-ukhra. Targeti i shejtanit është ti përçaj besimtarët. Bëj pyetje vetvetes tani, në këtë xhami, në këtë moment, nëse të gjitha ata që ti i ke njohur në dita e parë që ke vendosur kokën në sejdë e deri sot, do të ishin në jetën tënde krah ata për ty dhe krah ti për ata dhe vlezër për hir të Allahut azza wa jalla të bashkuar, si do të ishte shoqëria? Janë gjërat e ndërlidhura. Individi dobet sepse shoqëria dobet e rënuar. Shoqëria e fort, individi fort. Pa individ të fort, nuk ka shoqëri të fort. Pa shoqëri të fort, nuk ka individ të fort. Janë të lidhura mes njëra tjetrës. Për këtë arsye je ndaluar të udhëtosh vetëm, të jetosh vetëm, të udhëtosh në vendet e mosbesimit. Sepse nuk është e saktë të mendosh se unë s'du më ditë, këtë pjesën dhe që vjen pasaj, e keni nga shejtani, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që ti e ke nga Allahu azza wa jall. Jo nga unë, apo se je kockë forti, apo je i pjekur, dhe ke parë. Sa do që të kesh parë, e sa do që të kesh jetuar, provuar e sprovuar, qëndrueshmëria është e arritshme vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala dhe zbatimin e ligjit të tij. Mendo se çfarë ka ndodhur në historinë tënde. Njerëz që i ke njohur, që sot ndoshta nuk janë në nivelin e duhur të komunikimit. Fayaltaqiyani, takohen, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Largohet ky, largohet ai tjetri, kthej shpinën njëri tjetrit. Këta njerëz e din apo jo, po i dhurojnë shejtanit knajsi. Radhiya bil muhaqqarati, është i kënaqur me këto gjëra që vlerësohen. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Mos u përçani, mos u kundërshtoni dhe mos u përçani se ju ikën forca. Pse nuk ka brez të fortë? Pse ankohemi nga dobësia e shoqërisë islame? Sepse ne prishim qef me njëri tjetrin. Dhe në thojza më e bukura, që realisht është më që sharakja dhe që të bën për qarë, është se çdo kush i jep shejtani atit një tefsir, një shpjegim. Ky e meriton, sepse tu unë do bojkotoj këtë dhe ky do bojkotoj atë, sepse ky ka bërë këtë, dhe fillojnë i japin shpjegime. Nëse do vish t'ja shpjegosh të shpjegimet e t'i thuash khasi të ente dhe shejtan, ke humbur ti dhe shejtani jot, me këto shpjegime nuk i pranon. Përgjigja më e mirë që marrin këta njerëz është të lexojnë historinë islame. Si kanë vepruar njerëzit më të ditur e më të ndritur se ne, dhe sa kishin ato probleme me njëri tjetrit. Ky i ka borxh tit, ky i ka borxh atit. Ky i ka dalë fjalës tit, ky i ka dalë fjalës atit. Këto kanë ekzistuar ndonjëherë? Apo i bota nga pejgamberi alayhi salatu wasalam deri sot ka ardhur vaj dhe u turbullu vaj në kohën tonë. Këto ditë përsëritën në jetë dhe gjurmët dhe faktet se si njerëzit duhet të reagojnë mes njëri tjetrit dhe se çfarë e lejon prishjen e lidhjeve apo dhe ftohjen e tyre, janë gjëra që ne i kanë shkruar me historinë e tyre
me gjurmët e tyre, ata që ne pretendojmë se i ndjekim dhe pasojmë, i pasojmë të parët tanë të devotshëm. Rreziku nuk qëndron thjesht ke fakti se bën këtë veprim. Rreziku më i madh është se vjen tek ky fakt dhe i jep legjitimitet atij. Gjë e cila të bën ty të kthehesh në propagandues të këtij veprimit dhe ta shohësh të drejtë të hash mishin e vëllait tënd musliman dhe të përçash shoqërinë islame. Ka humbur peshimi me ligjin e Allahut. Gjë të cilën pretendojmë se e kërkojmë të gjykohemi me shariat. E kur thirremi në gjykimin me shariat, kthehemi shpinën sikur asgjë nuk kishim para apo dëgjuar. Nëse këto fraksione në jetën e njeriu i kalohen njerëzve, apo në sytë e njerëzve, edhe mendon se nuk arritën ta prekin ta kuptojnë, la yakhfa dhalika ala rabbil alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala e din këtë gjë. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Nëse pretendon se je filozof, ke aftësi të bindesh njerëzit dhe ta trillosh të vërtetën, të japësh ngjyra legjitimiteti veprimit dhe fjalës tënde, këtë tek Rabbul Alamin yawmal qiyamati se bën dot. Madje këtë se bën dot përpara një personi të ditur, i cili të thret, hajde të flasim me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Atëherë pse ndjekim shejtanin? Atëherë pse i japim forcë shejtanit? Pse i japim kënaqësi atij? Gjë e cila dobëson shoqërinë. Gjë e cila dobëson individin. Brezi i ri që lind brezi i rënuar, më tepër se ai që ishte përpara tij. Dhe vjen degenerimi në maksimum, hap pas hapit. Shejtani është armik i përbetuar. Allahu Azza wa Jalla këtë na ka përmendur në Kur'anin e Kerim. La ughwiyannahum, do t'i mashtroj, wala atiyannahum min bayni aydihim, do t'i vi nga përpara duarve. Nuk i lën. Ka hasmëri të hapur me ne nga babaju i parë Ademi alayhis salam e derisa atje jeta me këto. Dhe problemi më i madh është se ti nuk e konsideron atë si të tillë. Ata që e dinë se ç'është hasmëria, që janë sprovuar me një gjë të tillë, nuk dalin as në dritare e shtëpisë nuk dalin. Se mos marrin ndonjë goditje qorre, papritur. As në oborin në shtëpisë, e jo më të dalin jashtë. Bëjnë kujdes nga hasmi. Nëse shejtani i cili është nga Ademi alayhis salam dhe deri te njeriu i fundit është hasmi jon, armiku jon përbëtuar. Nga përpara, nga mbrapa, nga djathtë, nga e majta. Wala tajidu aktharahum shakirin. Shumicën e tyre nuk do t'i gjesh falendërues. Shumicën e tyre nuk do t'i gjesh falendërues. Allahu Azza wa Jall ja tregoi fundin se kjo botë nuk është bota e shpërblimit, dhe pse ka shumë shpërblime në të, është bota e sprovimit. Ka dhe një pjesë të shkimit të konsiderueshme në të, por bota e parhershme, në të cilën ka vetëm shpërblim apo ndëshkim, është jeta pas vdekjes. Ndërsa këtu njeriu është i sprovuar. E kemi përsëritur shpesh herë argumentin goditës, faktin, ndjenjën, gjallërinë e kësaj pjese të këtë parë tanë të devotshëm. Historia e Umar ibn Khattabit i cili u hënër në pes, u vra pas shpine në namaz, kur i arriti lajmin se e kishte goditur një person që ishte me xhusi.
Pra si ishte besimtar, si ishte musliman, alhamdulillah, se nuk donte të dilte, pse e falenderoj Allahun Azza wa Jalla që nuk e ka vrarë një musliman, që mos kishte një davat të ngretur, një gjyq të ngretur me një besimtar përpara Allahut Azza wa Jalla, sepse nuk e din se si mund të shkojë gjyqi tek Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa sot në mas besimtarët, përveç atyre që Allahu i ka mëshiruar, tolerohen, jo vetëm që ndërtojnë jetën e tyre private, të diktuar nga armiqësia e shejtanit, dyshimet dhe padrejtësisë dhe përgojimit, përçarjet dhe përhapja e pakënaqësisë dhe urrëties, po marrin pjesë dhe tek pjesët e tjerëve. Se nëse do ishte vetëm e vetja, ndoshta do të ishte çereku i të keqës. Po kur ti ndërton jetën tënde private me këto gjykime, dhe kur ulesh me gonin, titin dhe filanin dhe bistekun, me pjesë dhe ke muhabetet atyre, dhe me ato muhabetet gjykon, po me të njëjtën mënyrë, atëherë mban të tujat, titit, gonit, benit dhe gjithë çunave që takon dhe rrin me to iman përsipër. Pra jo vetëm me tujat, kjo është problem i madh. Se po dishe vetëm me tujat, unë kështu i mendoj gjërat se janë të drejtë dhe po marr vetëm këto të mia, po të ngarkohesh dhe me të tjerëve, është ngarkesë e madhe. Dhe duke qenë ngarkesë e madhe, pasoja në xhamat, në shoqërinë islame është e madhe. Edhe rezultatet shkataruese në xhamat me shoqëri janë të mëdha. Veprat tona që ne bëjmë të diktuara nga këto kurthe të shejtanit mund të shkaktojnë mosbesimin e disa njerëzve, devijimin e disa të tjerëve, dobësimin e disa të tjerëve. Mund të shkaktojnë preza pa fe. Dhe pa e kuptuar dhe pa e ndjerë, njoftohemi një ditë, siç Allahu Rabbul Alamin tregon në librin e tij, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, i shfaqet atyre tek Allahu Azza wa Jalla ditën e Kiametit atë që ata nuk e mendonin. Po pse un kam gjynahun e këtij që është bërë jo besimtar? Sepse vepra jote kanë ndikuar këtu. Dhe ti ndoshta as që e ke ndërmend diçka të tillë. Prandaj duhet kujdeset njeriu se çfarë flet, çfarë vepron, cilat janë gjurmat e fjalëve dhe e veprave. Sepse Allahu thot: "Naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ne do të shkruajmë ato që ata kanë bërë dhe gjurmët e tyre, dhe gjurmët. Jo vetëm ato që ti flet dhe bën, por dhe gjurmët do të shkruhen. Po i kujdes që një ditë prej ditësh të kesh ndarë një burr apo një grua nga bashorti dhe bashortja, apo të kesh shkaktuar vrasje e një personi me një fjalë apo një vepër që as të merr mendje se arrin ndikimi i saj në një ndikim të tillë. Të dalësh përpara Allahut Azza wa Jall i rrezikuar me rrezikun më të madh. Vetë për faktin që shejtani është i kënaqur don vetëm këtë, do thotë i ka bërë llogarit me armiqsinë e tij të madhe, se i del llogaria dhe arrin targetin edhe më shumë se ç'kërkon vetëm nëpërmjet kësaj gjë. Sa që bën vllajin, mos të flasim me vllajin. Bën vllajin, mos të flasim me vllajin. Sepse gruaja e tij, çuni e tij, fajza e tij, po ti dëgjosh si histori, të duken të drejta, ka drejt këtë marrë qëndrim. Dikush ankohet për vllahin e tij dhe thot: "Shpenzon, më fut në borxhe." Pastaj edhe një herë tjetër përsëri, për së dyti, për së treti, për së katërti, dhe e çon në prishjen e lidhjeve. Dhe mendon se ka drejt. Me zakonin, me traditën, kushto që dëgjon të japi drejt, që ke burrë mirë, mashallah, si ty s'ka. Vjen ta bëshoj me shariatin islam, jo ke goni, titi dhe beni. Po ke shariati islam, pra jo në zakon e tradit, po me shariatin islam, del që jo, nuk ka të drejt. Duhet të bëj durim. Pra, ke menduar se të vish të botë dhe thuash kam besuar në Allahun dhe nuk të sprovohesh. Dhe se nuk ka durim. Po durimi e ka shpërblimin pa llogari. Durimi është i obliguar.
Do durosh veten, do durosh në rrugën e udhëzimit, do durosh nënën, babain, bashkëshortin, vëllain, motrën, fajfisin, komshion, vëllain, shokun, miq. Dhe nëse njerëzit do t'i mendojnë se në atë zakon që pretendojnë se gjykon, që pa dyshim zakoni i cili kundërshton shariatin nuk ka asnjë vlerë, por dhe në disa zakone që mendojnë se referohen, nuk janë besnik ndaj atyre zakoneve. Nëse ti vjen tek një vëlla apo një shok, një mik, dhe ndërton një raport miqësie vllazërie, raporti miqësia vllazëria lidhet në tavolinë dhe dorëzohet po në të njëjtën tavolinë. Jo lidhet në tavolinë dhe dorëzohet rrugave, apo ta çon me DHL miqësinë, dhe ti se din që tjetri e ka dorëzuar. Dhe vazhdon ti trajtosh tjerë gjëra siç ka qenë gjithmonë. Kjo s'është as me një zakon, me as një lloj tradite dhe me as një lloj vlere. Nëse ke ndërtuar një raport me një vëlla tënd për hir të Allahut, një vit të vetëm, çdo gjë që i takon këtij vitit, i takon atij gjykimit. Pas një viti ke ndryshuar rrugë, nuk mund të gjykosh gjërat e reja që ke mësuar. Pra, të vitit të kaluar ti gjykosh me thojza shariatin e ri që ke mësuar pas një viti. Në asnjë tradit, në asnjë zakon nuk është e tillë. Bëni kujdes të ushqeheni nga burimet të kapuara. Se kjo jetë sa do të jetë e gjatë, të vi një moment do ta dorëzosh shpirtin tek Rabbul Alamin. Atë ditë asgjë nuk të bën dobi illa men ata Allah bi qalbin salim, përveç ai që i vjen Allahu Azza wa Jall me zemër të shëndoshtë. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi i takon Allahu subhanahu wa taala, i cili na ka udhëzuar ne në këtë rrugë. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk do të na udhëzonte ne në këtë rrugë, askush tjetër veç tij subhanahu wa taala s'do të na udhëzoj ne në këtë rrugë. Në gjëra që të bëjnë të jesh i qëndrueshëm, i drejtë, i saktë në shoqëri, në jetë, në perceptimin e gjërave. Janë disa gjëra shumë të thjeshta, shumë të lehta, që e ngarkon veten më parë, që nuk ke mundësi ta mbash, as ti, e as malet, e as qindra e mira si ti. Dhe si e i nevojshëm, as nuk ke interes që ti hysh gjërave të tilla, siç janë gabimet e tjerëve, temët e tjerëve. Të futesh aty ku nuk të intereson, të dëgjosh çdo gjë, je ulën në tavolinë, dëgjon një, thashë them ke tavolina tjetër çaça, ose të bësh si e tjetër e morë vesh të fundit. Njerëz të tillë janë ata që janë arsuar zemrat, shikimet dhe dëgjimi i tyre nuk ekziston. Një gjendje e tillë është tepër e rrezikshme. Jeton njeriu me ftun, rënë në fitnë, rënon veten, familjen dhe shoqërinë. Nga shkaqe ndihmuese që mos të bish në një disnivel të tillë, është të zgjedhësh shokun. Shoku të jetë më i mirë se ti. Al-mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e vllait të tij. Khalil është miku i ngushtë, shoku, brazer. A zgjedhësh brazer më të mirë se veten tënde. Dhe kur ta kuptosh që këshillat e brazerit vijnë dront, nuk je dëshirë me dëgju, duhet të bik gongu të kuptosh që ti o brazer nuk je në rregull. Sepse vllai jot që hanë pinë rrin me ty dhe toko jet Allah po tok, o vlla mos jo këtë, o vlla mos jo këtë. Dhe ti nuk e dëgjon? Çfarë pretit? Zbresin me lajke? Apo do në pejgamber personal? Apo do t'i shohësh gjërat në ëndra? Se ka njerëz që kanë qef t'i shohin gjërat në ëndra. Në ëndra mund të shohësh ç'të duash.
Madje sot shumica e ëndrave janë gënjeshtra. Janë gënjeshtra. Dhe nga shkaqet e humbjes dhe devijimit është se u vjen shejtani njerëzve në ëndra dhe ja bën të keqen të mirë dhe të mirën të keqe, ja përzin delit në diçka nga Kurani, në xhami, në ezan, diku atje dhe u duket sikur kanë ardhur shenja. Dhe lejnë librin e Allahut azza wa jalla Kur'anin, i cili është i qartë, s'ka nevojë për ëndra, as për të plotësuar shariatin, as për të udhëzuar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kemi dërguar në çdo popull të dërguar, jo ëndra. Ëndra është mubashira, përgëzuese, do të thotë e ke ti të vjen përgëzimi i shtesë. Ëndra nuk është drejtuese, me drejtu rrugën se nga dikësh, djathtas apo majtas. Apo të saksosh gjërat në jetën tënde nëpërmjet ëndrave. Ëndra nëse është e mirë, rruja saliha. Ëndër e mirë, yaraha al-abdu aw tura lahu. E shikon roba si shikohet aty kaq. Nëse nuk është e mirë, është min amali shejtan. Sydi nga shejtani. Kaq. U kry. Udhëzimin merren nga shariati. Merren nga ata që thrasin me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shoku vllai i cili të don për hir të Allahut merr këshillën. Nëse vati nuk e merr këshillën, atëherë dije se je në një rrezik të madh. Dhe mos u befaso kur yawmul qiyamah, si thot Allahu subhanahu wa taala, u bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. I shfaqet atyre nga Allahu azza wa jall ditën e kiametit atë që ata nuk e kishin menduar. Mos të bëhemi shkak për dobësinë e shoqërisë. Friksohu nga gjurmët e fjalëve dhe veprat tuaja, nëse janë negative. Friksohu sepse nuk e kalon këtë jetë pa shijuar ato gjurmë që ke lënë. Nëse në jetën tjetër ke shpërblimin final për atë që ke bërë apo në dëshkimin. Në këtë botë nuk shpëton askush pa marrë një pjesë të konsiderueshme nga mirësia sa që ta bëj të lumtur, apo nga keqësia, vujtja dhe njerimi që ta bëj të jetoj në robëri, vështirësi, ankth, panik dhe mjerim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ai që largohet nga dhikri i Allahut azza wa jall ka një jetë të ngushtë të vështirë. Nuqayyid lahu shaytana. I japë një shejtan që gjurë. I bën konsulenca. Nga e djathta, nga e majta, nga përpara, nga mrapa, e kanë present. Je mëkatar, mund të jetosh i lumtur. Po të bashkosh ke mëkatet e tuaja dhe të mëkatet e tjerëve, shumë e vështirë të jetosh i lumtur. Madje shumë e vështirë të shpëtosh nga mjerimi. Si mund të jesh mëkatar dhe mund të jesh i lumtur? Po, nëse pendohesh, e pason mëkatin me pendim. Me të berat dobësie. Dhe bindesh që ajo që ke të mjafton dhe mos u merr me atë që s'takon. Se ndryshe rrezikon përfundimin e keq. Lutim Allahu subhanahu wa taala të na bëjë nga ata që dëgjojnë fjalën e tij më të mirë, aqimis salat.